Hey mik, ti e pranon që jeta jote është e mbushur. E gjithë dita është mbushur plot me ato që ti do të bësh. Pas e pikërisht tani, ti po mendon për gjëra që do të bësh pas një jave, për rrugën e përmbushjes së tyre. Pavarësisht se ku shihet, çfarë bën, sa fiton. E rëndësishme është të disponon vetëm 24 orë çdo ditë. 24 orë në ditë, 240 minuta, 86.400 sekonda. A e di? Duhet të dish që edhe sikur të kishe pasurinë e gjithë botës, do të mund ta shkëmbeje qoftë edhe me 1 sekond vetë. Kur 1 sekond ikën, ka ikur për gjithmonë. Shiko, iku dhe një tjetër. Nëse mendon se mund të përdorësh vlerat tua të sigurta, a mendon se ne jemi të përgatitur nga ana kulturore që të përdorim aftësitë tona? A mendon se na ndihmon ta përdorim mirë? Jo, përdorim kohën tonë. Por apo e bëjmë? Dhe mbasi marrim kohë për të ngrënë, për të fjetur gjitha këto të bazura në instiktet bazë njerëzore, apo e përdorim këto dhuratë siç duhet? Mendo për gjitha gjërat e mëdha që mund të bësh brenda 24 orëve. Kur ajo ikën, ka ikur për gjithmonë. Shiko, iku dhe një tjetër. Edhe një tjetër po ikën. Apo e përdor këto dhuratë siç duhet? Mendo pak për gjitha gjërat e mëdha që mund të bësh brenda 24 orëve. Për gjitha jetët që mund të prekësh, për gjitha ndryshimet që mund të ndodhin në jetën tënde apo Koha mbaroi.